2 ditë para, veç ka fillu ndryshimi të shëndeti i pulave. Nuk kanë hëndër ushqim, i kanë pi ma pak edhe prodhimtaria ka fillu me ra. Me mira copë kanë ndorë. Në vend të vezëve, për disa ditë, Osman Ukaj mblodhi pula të ngordhura nga ferma e tij. Objektet e saj ndodhen rreth 200 metra larg në vijë ajrore me një deponi ku grumbullohen mbeturinat e 4 komunave në rajonin e Pejës. Fermeri, 61 vjeçar, thot se afërsia e deponisë në fshatin Sferk, në perëndim të Kosovës, i ka shqetësuar gjithmonë. Por një zjarr që kaploi deponinë në mesin e Korrikut këtë vit, ai thot se la pasoja që nuk i kishte përjetuar në 2 dekada. Nga 14 Korriku, zjarri me shkaktar ende të panjohur zgjati për rreth 10 ditë, ndërsa tymi e gazrat depërtuan në fermë. Ukaj arriti të zhvendoste një pjesë të pulave, por sipas tij ngordhjet vazhduan nga pasojat e helmimit edhe pasi zjarri u shua. Jemi të prit si po reagojnë institucionet me deponinë regionale, për ndryshe këtu nuk po shoh perspektivë që të zhvilloj prapë të vazhdoj zhvillimin e kësaj veprimtarie. Sipas komunës së Pejës, në deponinë e formuar më 2002, ishte paraparë grumbullimi i mbeturinave vetëm për 5 vjet. Në mungesë fondesh për mbylljen dhe zëvendësimin e saj, ajo ka vazhduar të funksionojë deri më 2026 me rreth 50 ton mbeturina të hedhura çdo vit. Në anën tjetër të deponisë jetojnë familjet e Sferkës, të cilat thonë se janë mësuar të jetojnë me erën e rëndë, tymin dhe pasigurinë për tokën e ajrin. Për besë shumë keq. Personalisht për mua, për familjet e më keq. Unë çdo mëngjes së çona me nervozë. Prej tymit, prej erës. Zjarri i fundit i detyroi banorët të protestojnë dhe të kërkojnë që deponia të mbyllet sa më parë ose të zëvendësohet me një sistem modern të menaxhimit të mbeturinave. Komuna e Pejës thot se zgjidhja është në proces. Kjo ka më mbyll, në mars viti tashmë mbyllet, dhe hapet deponia e re. Deponia e re, sipas komunës, pritet të hapet afër të vjetrës në Sferk, por më larg vendbanimeve. Problemet me deponinë në Sferk nuk janë të izoluara. Shumica e mbeturinave në Kosovë vazhdojnë të grumbullohen dhe të dërgohen në 8 deponi të vjetruara, ndërsa riciklimi mbetet i ulët rreth 5% sipas të dhënave zyrtare. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit i konsideron këto deponi ndër burimet kryesore të ndotjes së tokës në vend.